A ka të drejtë Kosova, Parlamenti i Kosovës ta shkrijë këtë gjykat? Kosova mund ta ndërmerrë një akt formal juridik, po efekti formal juridik i atij akti në praktik do jetë zero. Pse? Sepse pala tjetër e cila ka nënshkruar marrëveshjes, ajo është Kush është pala tjetër? Kush është pala tjetër? BE-ja, ne jemi palë, është lex specialis që ka kaluar në Parlamentin e Kosovës. Pala tjetër, domethënë thjesht nuk e pranon atë gjë. Dhe nuk i liron fare, thotë. Jo, mos merret me atë punë, se nuk është që janë menu këto gjëra, nuk është që janë menu bera ato muhabete. Mos për palidhje Albatros se ke ardhur me prish debatin për Jo, me prish debatin, ti e prish. Kur e bën kurtin palidhje. E bën kurtin sot tem, nëse me diskutu për Serbinë. Nëse me diskutu. Po, ç'tash për Serbinë. Ç'tash për Serbinë? Albin Kurti për 5 vite e ka shkel kushtetutën e Kosovës. Ju marrë të martën për Kurtin. Ju marrë të dy të martën. Ti remembrojt Albin Kurti në herë tjetër, jo që ti. Ti në kur dush. S'ka pas guxim. Edi Rama ka shku 2 herë në Hagë ka taku. A di pse s'ka shku Albin Kurti? Po. A di çka ka deklaru? Ka shumë dokumente me plotsu formular, nuk po mujmë i plotsu krejt ato formular. Pra, kryeministri i Shqipërisë shkon 2 herë i plotson gjithë formular, kryeministri i Kosovës thotë është e vërtetë kjo. Mos fol për palidhje. Kurti nuk ka shkë. O kam ofendon domethën prezencën për herë të parë. Je kam ofendon prezencën për herë të parë në këtë studio.